Enti rregulatori i energjisë ka bërë gati një marrëveshje që do të saktësojë marrëdhëniet e funksionimit mes operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike dhe furnizuesit të energjisë. Kjo bëhet në kuadër të reformimit të gjithë sistemit energjetik dhe marrëveshja ndan një herë mirë përgjegjësitë e shpërndarjes dhe të furnizuesit. Konkretisht qartësohet se operatori i shpërndarjes së energjisë do të ketë si detyrë vetëm shpërndarjen e saj sipas kushteve me të cilat është dakordsuar dhe përcaktuar me furnizuesin. Ky i fundit e blej energjinë nga prodhuesi sipas tarifave të rregulluara nga ERR çdo vit, kurse shpërndarja çon atë nga pika e marrjes tek ajo e dhënies. Marrëveshja përcakton qartë që OSHE nuk është pronare e energjisë që shkon tek konsumatori, thjesht po bën një shërbim të ngjashëm me atë të operatorit të sistemit të transmetimit, veçse në një kontekst më të gjerë. Një tjetër saktësim që bëhet në marrëveshjen e OSHE dhe furnizuesit është pjesa që lidhet me matjen dhe faturimet. Për të shmangur borxhet që mund krijohen dhe për të evituar një situatë problematike mes palëve, marrëveshja përcakton se OSHE duhet dorëzoj pranë furnizuesit faturën për shërbimin e saj të shpërndarjes brenda datës 10 të muajit pasardhës, kurse shlyerja duhet bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga data e lëshimit të faturës. OSHE nga ana tjetër do të ketë përgjegjësi për dëmet që shkaktohen nga ana e saj ndaj klientëve fundor, duke kompensuar furnizuesin. Kështu, brenda 3 ditëve punë nga konstatimi i dëmit, palët do të emërojnë nga 2 ekspertë licencuar për të vlerësuar dëmin e krijuar, duke përcaktuar më pas edhe vlerën e kompensimit sipas raportit.